zemra më qetësohet kur e thras me zem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahu al-azim. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahu xhaleshanuhu, atë e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salat dhe selam i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, paqja, mëshira dhe begatit e Allahu xhaleshanuhu qofshin mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe në ditën e Kiametit. Vëllezër të ndershëm besimtar, jemi sot në këtë ditë të bekuar të xumas, e që do të mundohemi që sfigojmë emrin e bukur të Allahu xhaleshanuhu El-Badiu. Emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu El-Badiu në kuptimin ton, në gjuhën shqipe e ka shpikësi. Shpikësi, krijuesi i ekzistencës nga mosqenja, krijuesi çdo gjaje pa kurfar modelit më parshëm. El-Badiu, shpikësi, vjen me kuptimin autor i originalit, diçkaje të pa shembull dhe diçkaje të pa imitueshme. Allahu xhaleshanuhu është autori original, i cili ka shpik qiejt, tokën, duke i bërë ato me një model original, jo nga një model apo shembull i mëparshëm. Gjithashtu, Allahu xhaleshanuhu krijoi shumë krijesa të cilat janë original nga ana e Allahu xhaleshanuhu, janë shembull që nuk kanë ekzistuar më herët. Ky emër i bukur i Allahu xhaleshanuhu përmendet në Kur'anin famullar, edhe atë në surën Al-Baqara ajetin 117, ku thot Allahu xhaleshanuhu Badi'us samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahu xhaleshanuhu është shpikësi, është krijuesi i qiejve dhe i tokës, pa pas shembull të mëparshëm. Kur Allahu xhaleshanuhu dëshiron diçka, ai vetëm thot bëhu dhe ajo punë bëhet. Komentatorët e Kur'anit famullar, tefsirologët, komentimin e këtij ajeti japin edhe këtë mesazh. Allahu është krijuesi i qiejve dhe tokës, do me thonë, Allahu xhaleshanuhu është krijuesi i qiejve dhe i tokës me një mënyrë të shkëlqime, me një mënyrë të përkryme, pa pas asnjë shembull më përparshëm. Kur Allahu xhaleshanuhu dëshiron diçka më bë, ai thot vetëm bëhu dhe ajo punë bëhet. Pra, për Allahu xhaleshanuhu asgjë nuk është e vështirë apo e pamundshme që të bëhet ose të kryhet. Në fjalë më të qartë, kuptimi i fjalës këtu, bëhu dhe ajo bëhet, nuk është ardha e urdhrit shprehës bëhu nga ana e Allahu xhaleshanuhu, por kuptimi është realizimi i vullnetit të Allahu xhaleshanuhu kur të lind nevoja e krijimit diçkaje, qoftë e vogël, siç mund ta marrim shembull atomin apo e madhe, sikur si janë qiejt, toka, pa pat nevojë për shkak tjetër për atë krijim dhe pa qenë domosdoshme prania kohore mes krijimit dhe mes vullnetit. Emri Allahu xhaleshanuhu El-Badiu, shpikësi,
Quhet krijuesi i qiejve i tokës pas një shembull të mëparshëm. Dietari i mirënjohur Ibn Xheriri thotë se kuptimi i kësaj fjale është Allahu xhaleshanu është i pastër, Allahu xhaleshanu është i lirë, Allahu xhaleshanu është i lartësuar që të ketë fëmijë, e si mund të trillojë dikush për një gjë të tillë, dorën e cilit janë pushteti i qiejve dhe i tokës, kur gjithçka dëshmon në njëshmërinë e Allahut Dhul Xhelal dhe pranon e nënshtrohet ndaj ligjit të Allahut xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu është krijues e asaj që e solli në ekzistencë pa pas asnjë shembull të mëparshëm. Kjo është një njoftim nga ana e Allahut xhaleshanuhu që ju ja jep robërve të tij si një argument tjetër që tregon pastërtinë, lirësinë e Allahut xhaleshanuhu nga shumë trillime që njerëzit mund t'ja bëjnë Allahu xhaleshanuhu. Nëse në jetën tonë të përditshme vëllezër të ndershëm besimtarë, e shohim dojnë bëjnë diçka në jetën tonë, zanatet tona. Shembull, nëse një njeri do ta ndërtojë një shtëpi, qoftë edhe të vogël atë shtëpi me ndërtu, ai do ta kërkojë modelin. Do të bazohet model, ma kallëzo modelin, ose kallëzon sa me ndreq atë shtëpi, duke u bazu nga njerëzit ma përpara se e kanë ndërtu atë shtëpi. Mund pojnë ndër një ndryshim të vogël, andej kënej. Mirë po, pa tjetër do të kërkoje një model. Ose ai i cili mirët me ndërtimin që ta marrë një shembull ma tepër në përshtatet këtu neve në Araçi, e mobiljeve. Pa tjetër me pas një model, apo? Nuk mundet me shpik vetë. S'ka shans me shpik vetë. Pa tjetër dikun do ta kërkoje një model si ankon ma përpara, si e do, çfarë forme e do. Do janë një dy shembuj, shkurtimisht për ne, për me kuptu madhrinë e Allahut xhaleshanuhu i cili është shpikës që nuk ka nevojë që të ketë shembull të mahershëm. Nuk ka nevojë ta ketë një mostër maherë. Por çdo krijim që e ka bëu Allahu xhaleshanuhu s'ka pas nevojë me pas një model. Ti tipi ose ta ti tipi. Allahu xhaleshanuhu është krijuesi shpikësi i cili i krijoi qiell, tokën dhe gjitha krijesat që gjenden to, i krijoi galaktikat, i krijoi yjet, i krijoi sendet, i krijoi njerëzit, i krijoi kafshët, i krijoi shpendet, i krijoi bimët, i krijoi ujin, i krijoi ajrin, i krijoi dritën dhe shumë gjëra tjera të cilët nuk mund t'i numërojmë brenda këtine minutave. Ato gjitha i ka shpik dhe i ka kriju Zoti dhe janë fakte që ne kemi nga ata të cilët i besojmë Allahu xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu është shpikës i të gjitha këtyre që i numërova edhe shumë tjerave që për hir të kohës edhe me dëshmi i numëru nuk mund t'i numëroj sepse janë të shumta shpikjet dhe krijimet e Allahut xhaleshanuhu. Në një ajet kuranor, konkretisht Allahu xhaleshanuhu në surën Al-An'am, ajeti 101 thot bedi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam yakun lahu sahibatun wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim. Allahu xhaleshanuhu është shpikësi, krijuesi i qiejve dhe i tokës, pa pas shembull të mëparshëm. E si do të ketë ai fëmijë kur nuk ka pas bashkëshorte? Allahu xhaleshanuhu ka kriju çdo gjë dhe është i dijshëm për çdo gjë. Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet këtij ajeti kuranor ju drejtohet atyre të cilët i nxjesin i ftyrë Zotit se ka fëmijë. Ne e dim se fëmija vëllezër të ndershëm besimtar lindet nga 2 individ ngjajshëm,
përshtatshëm e të përafërt me njëri tjetrin. Por asgjë në gjithësi nuk mund të jetë e përafërt ose e ngjashme me krijuesin tonë, me Allahun xhaleshanuhu. Kjo është një shpifje që jo besimtarët ja bojnë Allahu xhaleshanuhu. Dhe vërtet ne jemi të lumtur që i takojmë këtij besimi, që i kemi këtë iman. Ne i besojmë Allahu xhaleshanuhu si krijues, asë si nuk e krahasojnë me krijesat që e krahasojnë të krishterët, jehudët edhe tjerë që e kanë humbur rrugën e besimit ndaj Allahut xhaleshanuhu. Në surën Kaf ajeti 6 Allahu xhaleshanuhu thot: "E felem yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa baynihima wa zayyanaha wa ma laha min furuj." A nuk e shikojnë ata me vëmendje ka qielli se si mbi ta kemi ndërtu ata, e kemi zbukuru ata duke mos pas ndonjë zbrasti. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu xhaleshanuhu na drejtohet dhe thot se a nuk e vështrojnë qiellin sipër tyre, nuk është e nevojshme që të lodhemi shumë për me konstatu madhështinë e Allahut dhul xhelal dhe krijimit të tij të mrekullueshëm. Mjafton vetëm se ta shikojmë qiellin për me e pa rregullsinë dhe bukurinë e krijimit të Zotit xhaleshanuhu, sidomos zbukurimin e qiellit natën, se si Allahu xhaleshanuhu ka ndërtu dhe e ka zbukuru pa leju në të asnjë çfarë. Do thonë Allahu xhaleshanuhu e ka ndërtu qiellin me rregullsinë dhe qëndrueshmërinë e tij të pabesueshme. Pastaj i shohim yjet se si zbukurojnë atë për çdo si i cili e shef. Këtë madhështi nuk mundet askush prej neve ta kritikojë ose t'ja japë mendim. Vetëm se gëzohemi edhe me këtë zbukurim, edhe me këtë shpikje, edhe me këtë krijim të krijuesit tonë të Allahu xhaleshanuhu. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu në surën Kaf ajeti 7 dhe thot: "Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij." Edhe tokën se si e kemi shtrirë, e në të kemi vendos kodra përforcuese dhe kemi bërë që në të mbijnë gjithë sharbimësh të bukura. Sidomos tash jemi në kohën e pranverës, dhe kur i vizitojmë edhe fushat, edhe malet, argument më i madh vëllezër të ndershëm besimtar, nuk mund të kemi krijim më të madh, nuk mund të shohin dhe nuk mund të përjetojnë mendjet tona, shpirtat tonë, zemra jone, trupi jonë. Nuk mund të përshkruhet vëllezër, vetëm mund të përjetohet këtë kjo madhështi e Allahu xhaleshanuhu. Të gjitha i ka kriju Zoti xhaleshanuhu. I krijoi tokën Allahu xhaleshanuhu dhe e bani të qëndrueshme për banorët e saj. Para mendo mos të ishte e qëndrueshme. Para mendo me na gëlltit toka. Para mendo me na mor toka, me na kre toka, me na thith toka. Allahu xhaleshanuhu e bani tokën qëndrueshme për të gjithë banorët e saj, jo vetëm për njerëzit. Edhe për krijesa tjera Allahu xhaleshanuhu e bani tokën. Dhe kjo është madhështi e Allahu xhaleshanuhu. Nëpërmjet këtij emri të Allahu xhaleshanuhu, Al-Badiu, Allahu xhaleshanuhu është shpikës i cili e shpiki edhe tokën, i shpiki edhe qejt, i shpiki edhe kodrat, shpiki edhe shumë krijesa të cilët i dim dhe të cilët nuk i dim. Prej fryteve të besimit në këtë emër të Allahu xhaleshanuhu, Al-Badiu, shpiksi, është ajo se Allahu xhaleshanuhu është krijues i kësaj gjësie. Allahu xhaleshanuhu ka qenë dhe nuk ka pas asgjë për Allahu xhaleshanuhu. Pastaj ka kriju gjithçka që ka dashur Allahu xhaleshanuhu, pa pas nevojë me pas një shembull të mëparshëm, ka kriju gjithçka nga zonja, ka kriju gjithçka nga mosqenia. Adhurimi dhe madhrimi Allahu xhaleshanuhu shpiksit çdo gjaje ta falenderojnë ata, të bojnë tesbih,
lartë madhrisë Allahu xhaleshanuhu, ta lartësojmë Allahu xhaleshanuhu nga çdo tmerr që janë veshin të tjerët. Kemi shembullin me të gjithë ata të cilët ne jetojmë. Ata shpikin se ka gru, ata shpikin se Allahu xhaleshanuhu ka fëmijë, ata shpikin se Allahu xhaleshanuhu është baba i këtij, është baba i atij. Por këto krejt janë shpifje që ja dhapin Zotit xhaleshanuhu dhe ne duhet ta falenderojmë Zotin xhaleshanuhu që na i ka mundsu që jemi larg të ne shpifjeve që ja bojnë Allahu xhaleshanuhu. E kemi besimin e pastër, e kemi imanin e pastër, ne nuk besojmë se Allahu xhaleshanuhu ka fëmijë, ne nuk besojmë se Allahu xhaleshanuhu ka bashorte, ne nuk besojmë se Allahu xhaleshanuhu është babi dikujna, ne besojmë Allahun xhaleshanuhu si krijues, si shpikës si të gjithë krijesave që ekzistojnë në sipërfaqen e tokës dhe në të gjitha galaktika që ekzistojnë, të cilët i dim dhe shumë prej tyre dhe ndoshta nuk na imagjinon mendja jonë, sepse edhe mendjet tona vëllezër të ndershëm besimtar i kemi të kufizuar. Gjithashtu vëllezër të ndershëm besimtar, prej fryteve të besimit në emrin e Allahut xhaleshanuhu el bedi u shpiksi është modestia para lartmadhrisë së Allahut xhaleshanuhu. Kur njeriu e di se çfarë ka kriju Allahu xhaleshanuhu, se kush është Zoti i tij, dhe se Allahu xhaleshanuhu ka kriju çdo gjë, atëherë duhet të jetë modest dhe të ndihet shumë i vogël para Allahu xhaleshanuhu. Para madhrisë së Allahu xhaleshanuhu. Duhet të jetë shumë i vogël para krijuesit të gjithësisë. Nuk do të jetë nga ata të cilët ju hip vetja në hujë, nuk do të jetë nga ata të cilët e morin vetveten dhe e barazojnë vetveten me krijuesin e tyre mos dash Zotin xhaleshanuhu. Pastaj prej fryteve të besimit në emrin e Allahut xhaleshanuhu el bedi u shpiksi është të medituarit në krijimin e kësaj gjësie. Ne duhet të jemi nga ata të cilët meditojnë në krijimin e Zotit xhaleshanuhu. Si i krijoi Allahu xhaleshanuhu qiejt, si i krijoi Allahu xhaleshanuhu tokën, çka ka mes tyre, çka shohim ne me sy, çka nuk shohim me sy. Krejt këto krijesa e mahnitin se cilin prej nesh nga krijimi të cilin e ka bo Allahu xhaleshanuhu, si nga forma e tij, si nga përbërja e tij, si edhe nga funksioni i tij. Por ne edhe e kemi shembullin më të madh edhe në vetveten tonë, vëllezër të ndershëm besimtar. E shohim se shumë begati mrena vetvetes tonë, secili prej nesh na i ka dhënë Zoti xhaleshanuhu, na i ka kriju Zoti xhaleshanuhu duke fillu prej logjikës, prej mendjes. Gjitha krijesat në i shohim vëllezër të ndershëm besimtar, këtë begati nuk e kanë. Këtë begati e ka vetëm njeriu. Mend nuk ka secila krijesë, këtë begati e kemi veç ne. Dhe ne du t'ja dim për nder Zotit xhaleshanuhu që na ka nderu, që na ka respektu, që na ka dallu. Dhe kjo është krejt fal krijuesit ton, Allahu xhaleshanuhu. Mos i numrojmë edhe begatit tjera që i kemi në trupin ton. Kante, durte, zemrën e, gjakin e, çdo gjë që e kemi o vëllezër të ndershëm besimtar, krejt merit e Allahut xhaleshanuhu, të cilët vazhdimisht duhet t'i bëjmë hamd dhe duhet ta falenderojmë. Vëllezër të ndershëm besimtar, për në fund i kam dy njoftime, njëna është një falenderim, tjetra është një ankesë. Do të filloj me falenderimin në lidhje me bashkëpunimin që jeni duke e tregu deri tash në lidhje me rrugën e cila është duke, ose punimet në rrugën të cilën janë duke u zhvillu, në lidhje me kanalin, deri tash, sipas kompetentëve dhe firmës, keni lavdrata të gjithë ju të cilët keni bashkëpunu, dhe nëse vazhdohet kështu në këtë formë bashkëpunimi, ju informoj se shumë shpejt do të mri edhe ku e kanë funin me kry. Kështu që i falenderoj gjithëve juve, dhe njëkohësisht ju informoj se kur të mrihet e shtëpia e Rahmetli Ziait, është mirë se cili prej jush që u thënin këtë pjesë kënena, veturat t'i bini të xhamia këto. T'i bini të xhamia dhe sikur që keni bashkëpunu deri tash,
vazhdojni bashkëpunojni edhe me ato tje. Pjesa tjetër më pedinin ato në Kapërnjosa, vazhdojni, bëjni durim edhe pak, s'kemi çka i bojmë tash, kanë herë duhet të t'japim për vetvetes, por me pasën më tepër vëllezër të ndershëm besimtar. Edhe mos u merr mirë që erdha, që u kallzoi drejtën erdha deri aty, mirë po e pas se hala se kanë përfunduar, ktheva prapë. Edhe juve ndoshta të ndër harrojni se njerëzimi, harrojni vini deri aty, mos ju kaplojnë në roza. Ktheuni prapë dhe për të mirën tuaj është kjo dhe inshallah sa më shpejt kryhet edhe ky obligim. I dyti njoftim ka të bëjë me një ankesë, vëllezër të ndershëm besimtar. Gjithherë kur i thon këto ankesat, nuk duhet t'i mirnin përgjithësi, domethënë, janë individ 2-3 vetë. Bëhet fjalë për pjesën atje ujë ku ka dalë, edhe ku shkojnë me mush ujë. Janë disa 3, 2, 3, mund të jenë edhe 5. Shkojnë shqetësojnë banorët atje. Atje ne dimë vëllezër të ndershëm besimtar, duke shku edhe në të djathën, në të majtë ka njerëz të cilët jetojnë. Ato 3 dojnë bojnë tërka me ato motorat e tyre, qojnë pluhën, bojnë potere. Une, para se me hi këtu i thash, që pe përmeni me imën Fuatit, ja u kam lakmi ditën e diell kur ju shof, duke shku në Malsi, Brez, Tanush, Gushinc, Malin, me ato motorat të hecë. Veni për me hecë, atë jam me motora. Tu s'kemi venë o vëllezër të ndershëm besimtar. Tu nuk është Malsi. Nëse do më u shfrenu, se cili i ri, le ta morë motorin, le të shkojë në mal, në të bërtase, në të piskase, në të heka të keqën që ka e kanë zemër, ama jo të banorët, jo me i pengu njerëzve, sepse nuk është etik njerëzore kjo mos pari. Me i pengu një njerit vëllezër të ndershëm besimtar, vallahi shumë gjunat madh merr, gjithë ditën e të falet, gjithë natën e të lutët, gjithë ditën e të marrë Ramazan, gjithë ditën e të japë sadaka. Vetëm një njeri me i pengu. Vaj halli shka kam i ndonë ditën e kiametit. Sepse namazet tona, Ramazanët tona, sadakat tona i bëjmë për vetën tonë. Dhe është kjo ndërmet neve dhe Zotit. Ama ndërmet njerëzive. Hakukukët ndërmet njerëzive shka i bëjmë. Problemet njerit që e shkaktojnë. Të përgjithësi kemi para Zotit. Kur dalmi para madhri Zotit, ma në men që këta vlezër. Sa shumë me rëndësi. Zotit i falë. Ashtë i mërshirëshëm, qka ka nërmet teje dhe Zotit ti t'na i falë, si i mëshirëshëm ashtë, ama shka ka nda njerit, njerit s'ta falë, sepse njeri ka halin e vetë ditën e kiametit, ka problemin e vetë, i mungoj njerit namazët, i mungoj njerit adjerimet, i mungoj njerit sadakat, dhe shka ndodhë ti që i ki bo zullum këti, ti merë sevapët e tua, ti merë namazët e tua, ti merë adjerimet e tua. Mëse bini vetën dhe një këtë deregje, rinia e dashur, e di që i krejtë sjeni, 4-5 vetë, mirë po si problem duhet pa tjetër që vërejtet që apim, inshallah, Allahu Gjeleshanuhu në përmison, velhamdulillahi, rabbil alamin. Amri Allah, ma i madhje më, zemra më qetësohet, kur e tras me zemër.